fjalë. Po inshallah. Gabim, mund bësh çat dush, Marko. Jo. Marko mund bësh çat dush, mund ta lexosh se si thua s'kërkuj ta si gjallë, lene se çfarë thot kjo? Se me pas gabim flet vllai mal. Kjo është një kokra e budalles, që se ka iden ku atë shku këtë ditë. Ti vin Mateo që ta sistemojnë fije Livia, se Livia i vjen hakut kësajt. Po bajt loja bukur, do zoti rrinë Baby G, inshallah I ka dhënë French kiss malit. French kiss që ti don me thënë. Mos vasi gjese vëlla, mos vaj gore. French kiss. O ki pak respekt, mos vaj gore. Kështu, do zoti me Baby G, se pak në po respekt, bajt mos vaj gore interesanta me njeri. bishet. Pak respekt, o njeri, o flisir. Si gjuhën si e kam, si gjarpën, nisër si jam vetë, shime. Kështu, Baby G. O flisir. Kështu French kiss I o Baby G. Baby G jam e malin. Si e ka gjuhën, shkolla e gjuhën. O flisir. Ja Baby G jam e malin. Shkolla e gjuhën. A jena gjithë? Jo, kena për qef. Ullu marrë një esë, ullu. Ina, Ki pak respekt, ki pak respekt për famna. Po hajde. Ki pak respekt për famna. Ju e le e bëni zvetë. A jena gjithë? Banor. Arditi, Livia, Mateo, Miri, Selin. Banor. Arditi, Livia, Mateo, Miri, Selin dhe Shëndrit ndodhin në shpellë. Por sot, fati tyre është në duar tuaja. Vllai mall ju jep mundësinë që t'i riktheni banorët e shpellës në shtëpi. Rikthimi I tyre do të ndodhë vetëm nëse shumica për jush voton pro. Është momenti që një nga një sipas krahut orar të votoni po për rikthimin e banorëve të shpellës ose jo për t'i lënë ata Me thamë po se jam zi... ende në shpellë. Të vazhdojmë. Me thëmë drejtën, jam pro, le të vinë. Miro, kjo pro, unë jam pro. Në pro. Jo. Mirë pres ka hapur. Po. Kote me kote. Jo. Po ti ke? Jo, ma shumë. Jo.